Hadithin ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush e ripërtrit një sunnet në islam, ai e ka shpërblimin edhe atyrve që pas ti punojnë dhe e marrin atë. Pa ti paksojnë atyrve domethënë shpërblimet. Dhe thot Shekhu Hafidhahullah se ky hadith është domethënë i qartë dhe i dukshëm në aludimin e tij për shpërblimin të madh për atë njeri i cili e ripërtrit një sunnet që njerëzit e kanë haruar. Dhe thot El Hafidh an-Nawawi rahimahullah po ashtu se ky hadith përmban nxitje për me filluar me vepra të mira. Që ti është ti i pari, mos shiko tjetrin nuk fillon. Jo po unë e pres vëllezërit, nëse fillojnë ata e unë do filloj. Jo mos shiko tjerit, ti shiko për veten tënde. Ti do dalish vetë para Allahun subhanahu wa taala. A vjen dikush në mësim? As nuk vjen. Ti nëse ke mundësi i hypish makinën edhe shkon në mësim. Mos e prit tjetrin. Se vetë do dalish para Allahun subhanahu wa taala. Vetë do dalish para Allahun subhanahu wa taala. Dhe po ashtu edhe hadithin të Ebu Hurejrës radiallahu anhu ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai i cili thret në udhëzim e ka shpërblimin edhe të atyrve që e ndjekin pa tu paksohet atyrve domethënë prej shpërblimeve të tyre. Dhe kush thret në anën tjetër në dalalet, në devim, po ashtu e ka domethënë në mëkatin e atyrve që e ndjekin, pa ti paksohen edhe atyrve mëkatet e tyre që i kanë bërë. Dhe thot Sheikh Saadi rahimahullah se el huda, definicioni i udhëzimit është se dija e dobishme dhe vepra e mirë. Do thonë definicioni e udhëzimit është dija, dituria e dobishme dhe vepra e mirë. Pra thot Sheikh Saadi rahimahullah, ai i cili mëson një dije dhe u mëson të tjerëve dhe i udhëzon dhe i drejton, ai domethënë është thirrës ka udhëzimi. Dhe ai i cili i thret njerëzit për një vepër të mirë dhe u mëson, po ashtu është thirrës ka udhëzimi. Dhe ai i cili jep këshill njerëzve, a janë këshilla fetare ose këshilla të dunjas por që lidhen me fen. Ai është domethënë thirrës për në udhëzim. Dhe kur ai vepron ndonjë vepër dhe të tjerët e marrin për shembull, po ashtu ai është thirrës domethënë në udhëzim dhe e kundërta me të kundërtën. Nëse ai ja mëson dikujt devimin, atëherë e ka përgjegjësinë domethënë edhe për atë njeri. Nëse ai bën një bidat dhe njerëzit e marrin për shembull atë veprimtarinë e tij, atëherë ai ka përgjegjësi gjithashtu edhe për vetveten, por edhe për të tjerit.